Deputetja socialiste Elisa Spiropali i është përgjigjur kreut të grupit parlamentar të PS-s Taulant Balla lidhur me një deklaratë të këtij të fundit të bërë këtë të martë. I pyetur lidhur me marrjen e mundshme të një mase për mungesën e Spiropalit në seancën për votimin e imunitetit të Belinda Ballukut, Balla tha se do të mbledh grupin parlamentar për t'u konsultuar për çështjen. Në reagimin e saj drejtuar Ballës, Spiropali shprehet se është plotësisht dakord që të thirrë grupi parlamentar dhe të zhvillojë një diskutim të plotë, ndërsa shton se me rëndësi është që çfarëdo që të jetë vendimi, ai të jetë i menduar dhe i argumentuar në përputhje me përgjegjësinë që kemi përballë publikut, thuhet në postimin e ish-ministres Elisa Spiropali. Ish-ministria Elisa Spiropali nuk mori pjesë në seancën parlamentare ku do të votohej për heqjen ose jo të imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Mungesa e saj u komentua në media, ndërsa kryeministri Edi Rama deklaroi se vendimi për të marrë një masë kundrejt saj ishte në dorën e kreut të grupit parlamentar Taulant Balla.